Sa po del nga shtëpia, përballet me një rrugë të mbushur me gropa dhe ujë. Kjo e moshuar me aftësi ndryshe nuk çuditet më, pasi prej 3 dekadash në ditët me shi, kjo është gjendja e rrugës në zonën informale të Kirasit. Qa me thonë tash po shevet. S'ke qa i thu kërkuj. Se vetëm jo të se tu s'renë në pnitet ati tjetër. Kush të bojë gjanë për këtë rrugë, për në erbol ja dinë se shihes jashtë. Kush zbanë e kur gjanë. S'ke qa i bo kërkuj. Bëhet fjalë për rrugën Selim Çoba, rruga kryesore brenda kësaj zone e cila u shërben afro 500 familjeve dhe është rreth 1 kilometër e gjatë. Drejtuesit e mjeteve dhe banorët kujtojnë se vetmja kërkesë që kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë ndaj pushtetit vendor është pikërisht rregullimi i kësaj rruge, pasi për më shumë se 30 vite përballen me këtë situatë. Kërkojmë ne bëjmë këtë rrugë, jo se është e mujtën, jo se është e mujtën me bëmë dash, ka asgjë që s'mohet, por inshallah vendore në zemër e bojnë diqa. 30 vite që janë ishtu mas dorët, as i sen, as korët kush, as i gjanë, as i sen. Veç inshallah do një mali zëtë e bojnë diqa, se keq, shumë keq për Zotin, shumë keq. Shqecim qërë shifet rruga, që me bëjshto është, që se kena hini këtë nëmë, të 30 dhe sa vjetë, asë edhe një karrotë zhavarë se ka helgosh. Nga kërkojmë i këtë i nëmë, nga ka ditë i këtë. Që kërkojmë tjetër? Kërkojmë rrugën. Me qenë se jetojmë njëna njërës, që me thonë, kjo ka në te. Që se ka morë këtë lagje, i ka rrugë i shashtë, për dita ma kecë. Pa mohuar punën e bërë për përmirësimin e infrastrukturës dhe në zonat informale të Shkodrës, rruga në Fjalë dhe shumë të tjera si kjo tregojnë se nevojat për investime në këto zona janë ende të mëdha. Ndaj Bashkia Shkodër ka detyrimin të programojë më shumë projekte që japin zgjidhje shqetësimeve të banorëve për gjendjen e infrastrukturës.